Ne do të ham një akullore. Përse sot po ham një akullore të dashur shqiptar? Kjo për arsye se një arkeolog shqiptar ka gjetur një mbishkrimin e Perëndisë së Afërditës. Dhe ku e ka gjetur ai të dashur shqiptar? E ka gjetur në qytetin e Amantias, atje ku ka bërë një xhirim të jashtëzakonshëm, pikërisht televizioni shqiptar Top Channel, që thotë që Amantia është shqiptare dhe vjen nga fjala am. Është e vërtet. Amantia vjen nga fjala am. Grekët thonë që është grek, ne themi që është shqiptar, qyteti quhet sot Ploçë, të dashur shqiptar. Edhe ta shikojmë bashk këtë mbishkrim të bukur pellazg, se do shkriheni duke qeshur të dashur shqiptar se çfarë është ai mbishkrim i gjetur nga ky shqiptari intelektual. Të dashur shqiptar, kjo është dita më e shënuar e jetës time, sepse ky mbishkrim i bukur pellazg i gjetur nga ekipi shqiptar i televizionit Top Channel, në fakt është fotografuar nga ekipi francez në vitet 1918, dhe ata thonin që ky mbishkrim është gabim. Thonin që kjo është gjuhë pellazge, pra fjala pellazg në gjuhën franceze do të thotë jo greqishte. Dhe unë e kam përkthyer këtë me ndihmën, kuptohet, të profesorëve të helenishtes, të cilët thonë që vërtet kjo nuk është greqishte. Po atëherë si është bërë ky përkthim, si ka mundësi? Dhe ky është përkthimi në anglisht dhe këtu është në shqip. Profesorët anglez këtë se kanë kuptuar dot, as profesorët francez, as italian, sepse as në italisht, as në frëngjisht, as në anglisht nuk ekziston rasa dhanore. Rasa dhanore ekziston vetëm në gjuhën shqipe, në gjuhën lituaneze dhe në gjuhët slave, të dashur shqiptar, që ne e kemi ruajtur rasën dhanore. Greqishtja nuk e ruan rasën dhanore, ka zhdukur. Pra, kur i kushtohet një lutje, një perëndie, kjo është në rasën dhanore. Kujt i kushtohet? Afërditës. Pra në shqip teksti pellazg përkthehet Afërditës Pandamos, Aristo e bia Aleksandrit, në emër të saj dhe fëmijëve të vet, ofron një lutje. Ta shikojmë këtë hap pas hapi. Afroditai Pandamoi, o Zoti i Madh. Pandamoi është shkruar në një mënyrë shkrimi që nuk ekzistonte në shekullin e 5 para rëson, sepse atëherë u njësua gjuha e shkruar. Gjuha e shkruar helene kështu nuk i shkruan fjalët. Pra, Pandamoi është emër në rasën dhanore të Pandamos, që do thotë e gjithë popullit, dhe Afroditai është rasa dhanore në një dialekt të panjohur. Nuk shkruhet kështu në greqisht. Dhe asnjë studiues deri tani nuk e dinte ç'ishte kjo. Ata kujtoni se kjo është numri shumës i Afroditës. Domethënë, autorët francezë thonë që ilirët e shkruanin helenishten me gabime. Por kjo nuk është me gabime, do ta shikojmë në tani se përse nuk është me gabime. Ky është një dialekt i panjohur, gjuha ilire folur në Amantia. Dhe këtu është Aristo, që është duali në ilirisht. Pra, duali në ilirisht përdoret për emrat femëror. Për shembull, Daortho, vajza e Ilirit. Partho, që është Athena, vajza e Ilirit. Pra, kur është me një o të gjatë, ky është duali që përdoret për emrat femëror, vajza e Perëndisë. Por vetëm në ilirisht, jo në helenisht, pra jo në dialektin e Atikës. Dhe ky është zbulimi im të dashur shqiptar. Dhe shpreha e fundit ka kuptimin për vete dhe fëmijët e saj një lutje, pa folje. Pra folja nën kuptohet, me kuptimin ofroj, blatoj. Pra ky është një mbishkrim në një varr, një mbishkrim i kushtuar Afroditës.
Dhe këtë mbishkrim e ka bërë një ilire e quajtur Aristo, vajza e Aleksandrit, bashkë me fëmijët e saj. Pra, me siguri e ka bërë për burrin e saj, Aleksandrin. Pra, Aleksandri nuk jeton më. Kjo është e gjithë ideja. Tani, në gjuhën helene, Afrodita shqiptohet Afrodhiti të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo? Kjo është gjuha helene. Nuk ekziston Afrodita. Dhe mendohet që ekziston, por nuk është gjetur gjikundi. Pra, ky është dokumenti i parë në botë, ndoshta do gjendet të tjerë në Iliri mbas zbulimit tim, por ky është i pari që tregon që ekziston emri Afrodita si në shqip me A. Këtë që kam thënë unë. Emrat që mbarojnë me A, unë kam thënë, janë emrat të greqishtes pontike, të helenishtes ilire dhe të shqipes. Pra gjuha shqipe sillet si greqishte pontike. Kjo është e gjitha. Dhe nuk është gjetur pra asnjë dokument i tillë për Afroditën. E shikoni, në helenisht kjo quhet Afrodhiti, eja ka dhënë i në shqip. Dhe kjo dallohet tek fjala pordhi, që në gjuhën e grekërve pontik është pordha, edhe në shqip ashtu është pordha. Pra fjala pordha, që në gjuhën e Atikës është pordhi, tregojnë që emrat femëror në gjuhën e Atikës mbarojnë me i, ndërsa në gjuhën shqipe dhe në gjuhën pontike greke mbarojnë me a. Pra, e shikoni me të verdhë, e shikoni rastën dhanore në helenisht që është zhdukur në greqishtën e sotme, tei Afroditei është në gjuhën e ilirëve në Amantja Afroditai. Pra, kemi bërë së bashku neve sot një zbulim madhështor dhe shqiptari që ka gjetur këtë plag, ai do bëhet milioner mbas filmit tim, sepse ai mba në duar një dokument në gur që provon që ilirët kanë folur një dialekt tjetër nga i Atikës. Dialekti ilir pra është motor e gjuhës grekërve, po grekët nuk flasin gjuhën ilire. Pra minoritarët sot nuk janë pasardhësit e kaonëve, nuk janë pasardhësit e mollozëve. Pasardhësit e mollozëve jemi ne. Dhe kjo është e tmerrshme që ne grekët dhe shqiptarët janë vëllezër. Kjo është e llahtarshme që vetëm në gjuhën shqipe është ruajtur rasa dhanore. Është e tmerrshme, nuk gjej dot fjalë për këtë zbulim. Pra, të gjithë mendojnë që fjala Afrodita në shqip është e huazuar nga greqishtja, ndërkohë që ne kemi këtë nga gjyshri tanë ilir, në Amantja, dhe në rasën dhanore ato i thonin Afroditai. Mirë, po ne nuk dim një gjë të bukur, të dashur shqiptar. Ne nuk dim një gjë të jashtëzakonshme, që në gjuhën helene diftongu ai ka dhënë e. Pra, vajza e një Afrodite në shqip, në rasën dhanore, ka qenë ai, pra ai, diftongu është bërë e në gjuhën shqipe dhe në gjuhën dorike. Këto e ditë sigurt. Ai është bërë e si shqiptim. Gjuha Cakonjes e ka të tillë. E di këtë me 100%. Pra Cakonesi do t'i thonin Afrodite, po e shkruanin Afroditai. Çmenduri, kështu lexohen diftongjet në helenishtën kohine. Ilirishtja ka evoluar si një dialekt më vete nga i Atikës. Kjo është çmenduri, sepse ky lloj shkrimi ka ekzistuar në Amantja deri në shekullin e parë të erës sonë. Mbas pushtimit romak, vazhdoi të ekzistonte ilirishtja. Është shkruar. Nuk është greqishta e Atikës, ky është zbulim epokal. Afroditai shqiptoheshte Afrodite, një lloj si në shqip, Afrodite, me e, rasa dhanore. Në shqip rasa dhanore është shkrirë me rasën gjinore. Pra shqipja është bi e ilirishtes, drejt për drejt. Pas një lloj dyshimi dhe në Amantja është folur dialekti dorik, ilirishtja dorike. Emri Afroditës nuk është zbuluar deri tani më kurrë në këtë dialekt, është hera e parë që ka zbuluar ky shqiptar dhe unë krejt rastësisht e kam përkthyer sot. Krejt rastësisht. Kjo për arsyen se për shkak se jam bërë i famshëm, shqiptarët më shkruajnë mua, kuptohet. Kjo është arsyeja.
Por arsye themelore është Neritan Ceka, i cili tha që këto janë shkrime ilire, pellazge, jo greke. Pra Neritani ka të drejtë. Këto nuk janë bishkrime greke. Por jo greqishtja e këtyre shkrimeve i bën ato akoma më greke. Sepse janë motra të greqishtes këto dialekte, motra të dialektit të Atikës. Pra ilirishtja ishte motër e helenishtes së Atikës. Por grekët nuk din gjë fare, edhe sot e kësaj dite, edhe në këtë moment që bëjmë këtë film për juve, Akademia e Athinës nuk e di që ilirët kanë folur dialektin dorik. Dhe kjo vërtetohet me emrin e Afroditës. Dhe ky shkrim është shumë i lashtë, është që nga shekulli 7 para Erëson, përpara se sa të njësohej gjuha helene në një variant të shkruar standard. Pra kjo është gjuhë jo standard e helene. Nuk i bindet ligjeve të shkrimit të Athinës. Ilirët e shkruajnë krejt ndryshe fjalën Afroditai dhe e shqiptojnë Afrodite, një lloj si shqipja. Çmenduri, por në rastin emëror është Afrodita, një lloj si në shqip dhe në gjuhën e Cakonias dhe gjuhën e grekërve pontik. Po gjë më e bukur është se kjo është gjetur në gjuhën e mesapëve, Aprodita gjithashtu. Është deaspiruar PH-ja, që është bërë F në greqisht, kjo është Aprodita në gjuhën e mesapëve. Edhe mesapët flasin dialektin dorik, por ishin helen edhe mesapët. E kuptoni apo jo? Kjo është çmenduri, kjo që kam zbuluar. Kjo i ka përcen të gjitha ëndrat e mia. Nuk ma merrte mendja kur që do bëja këtë zbulim, krejt rastësisht. Duke dashur të kritikoj Neritan Cekën. Pra Neritan Ceka ka të drejtë. Ilirët kanë folur një gjuhë krejt tjetër nga gjuha Atikës, një helenishte tjetër. Helenishtja e dialektit dorik, pararendësja e gjuhës shqipe. Ky është meri më i madh, më i llahtarshëm deri më sot. Bëni ç'të doni me këtë zbulim. Doli kjo. Nuk futet më në barkun e nënës Afrodita, të dashur shqiptar, është Afrodita ilire, jo në dashur e Amantias. Miru pafshim të dashur ilir në filma të tjerë shkencor.